Kjo është momenti ma historik. Kjo është momenti kur ne i patëm vendos oficer doganor mas një negociatave që i kemi pasën 10 ditë pa ndalje që 24 orë në Bruxelles. Këto është zyrtari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në anën tjetër është ish drejtori ose shefi e Euleksit në atë kohë siç është quajtur, ku e kemi para mediave i kemi njoftuar që oficer doganor prej datës kaq, ku marru cila u kon data, po e di që u kon fillim janarit, do të vendosën në pikalimet doganore dhe me atë rast shteti jon i ka vendosur kufit të plot në kontroll. Sigurisht që sfid në pjesën veriore sa i përket doganave, pra ka qenë informaliteti apo kontrabanda që është bërë atje. Sa ka pas mundësi shteti jonë që të reagojë edhe të bëjë kontrollin? Nuk kemi pas, po folim periudhën kur unë e kom qenë, po dhe mbasa ne, nuk ka deri në vitin 2020 sa kom qenë në rrjedhat të doganës, nuk ka pas asnjë pengesë që ti mi nal kontrabandist ose mi luftu kontrabandist. I kemi pas ekipet mobile, policia gjithmonë ka qenë bashkë me ekipet mobile, shiko kontraband ki edhe në pjesë të jugore. Kontraband kemi edhe në kufi me Maqedoninë. Po ma shumë është bërë nga Serbia. Po ma shumë për shkak të relievit që ka. Se me Serbinë kemi një vijë kufitare shumë gjatë, ose kufini gjelbër, si që quajmë na, që është e pamundur ti mi vendos, si me thonë, me mbyll hermetikisht, nuk mbyllet. Po e mirë është që është vendosur në kontroll. Kështu po vazhdon sot i përcjellni ngjarjet në Kosovë politike, pra, edhe pse jeni si kryetari i Odës ekonomike? Unë oficer doganor janë në veri, ata veprojnë në veri, kontrollojnë, njëjtë edhe policia është njëjti sistem duke vazhdu. Njëjti. Vazhdojmë tek fotografitë e tjera. Ja, këtu ka qenë në vizita e parë e presidentit, masi që kemi vendosur policinë edhe doganierët në veri. Kjo ka qenë një moment emocionus për mu, edhe për drejtorin e policisë, kemi qenë bashkë me presidentin ku i kemi inauguru pikat dhe i kemi vendosur dhe ka funksionojnë si kur e çdo pikë tjetër në këtë territorin e vendit. Nuk asë një procedurë nuk është më ndryshe që veprojnë atje, si kurse që veprojnë me Shqipërinë, si kurse që veprojnë me Maqedoninë, si kurse një sistem edhe atje kanë në veri. Pra, dihet, themi kështu historikisht, që dogana është institucioni më i madh, pra, që gjeneron të hyra më shumti për shtetin. Po të ktheheshit edhe një herë si drejtor në dogana, çfarë do të ndërmenit, pra, çfarë do të ndryshonit? Ju ka mbetur diçka peng pa rregulluar? Jo, po koincidon tani me fotografinë që shohim se kjo është vizita kur e kemi bën në veri, mirë po në atë periudhë kur unë më mbrua drejtori i dogana, kryeministër ka qenë Hashim Thaçi, presidenti. E kom pasur mbështetjen e plot nga ana e presidentit për mi bërë reformat, edhe kom pas shumë miq ndërkombëtar që na kanë ndihmuar, sidomos qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kom pas ambasadorin dhe dytë ambasadorat, se në mes mandatit tim është erdhë ambasadori Delavi, se kemi fillu me Tresin, po ka qenë një mbështetje shumë e madhe, si në kuptim të mbështetjes teknike, me ekspert, si në kuptim material, në kuptimin e blerjes së pajisjeve më të avancume, dhe për herë të parë dogana e Kosovës ka qenë lidere në rajon. I patëm eliminu komplet sistemin e letrave, gjithçka pa të kaluar në digitalizim dhe u patëm bërë shembull. Dogana në atë periudhë kohore ka qenë 75% mbushësi i buxhetit. Domethënë 75% tyra që kanë ardhur prej doganave kanë shkuar në buxhet të shtetit. Edhe shteti ka qenë shumë i varur prej doganave. Për këtë arsye u ka presioni shumë i madh mbi drejtorin e doganës, po edhe doganën. Po jam shumë krenar edhe kam shumë kujtime të bukura që sa kemi arrit në atë periudhë kohore dhe çfarë ndryshimi të madh kemi bërë. Këtë më së miri edhe sot e folin bizneset, e folin agjentë doganor, po e folin edhe vetë oficerët doganor se çfarë reforme madhe u pat bë dhe çfarë suksesi i madh u pat arrit. Edhe në fal këtyre reformave që i pat bë në doganën e Kosovës me mbështetjen e në atë kohë ish kryeministrit, presidentit Thaçi, unë pat ardhur kryeministri Edi Rama dhe më pat ftu që me shku në Shqipëri. Edhe në Shqipëri patëm fillu të njëjtën reforme bë dhe kemi bë në dogana. Edhe pse në Shqipëri patëm fillu edhe në dogana në administrata timore, mirë po më pas erdhë në pandemia dhe metëm pa e përfundu si proceset dhe unë u tërheka për shkak obligime dhe në familje, po edhe pozitës të re që fillova këtu në Kosovë. Mirë po, Kosova këtu ka qenë histori suksesi.
Sfidët doganës ka nevoj për staf të rishëm, se ka vite që së shpëndsu staf i ri, ka nevoj për avancim të sistemeve në doganë, se ne jemi duke folë për sisteme 2013-2016, kërse sot jemi 2025, dhe ka ndryshu rrethonat. Ka nevoj për thjeshtësim edhe më të matë procedura, ka nevoj dogana me qenë edhe më transparente me bizneset, ende ma shumë, janë shumë transparent, po ka nevoj ende ma shumë. Këto janë ato sfidat më të mëdha që i ka për momenti dogana dhe po e ka një staf të mrekullueshëm, një staf shumë përgatitën,